Ku dallon Shqipëria nga Maqedonia në pikpamje organizative përveç faktit që këtu ishin nivel më i lartë, pra ishin kryetar shtetash e qeverisht? Politik në histori e bashkënisë së dhe vërtet ka qenë sfidë logjistike, por edhe sfidë politike për shkak se ndodhi në kur të tensioneve amerikano-ruse rreth Ukrainës dhe nevoja që t'jenë me të nikin qytet edhe Lavrov edhe Blinken, por prezenta e tyre ishte domosdoshme për shkak ngërçit në organizat, për shkak se duhej të vazhdohet mandati i sekretarëve të përgjithshme, drejtorëve të 3 institucioneve të pavarura, dhe ajo nuk bëheshte pa konsenzus ose votim unanim të 57 vendeve anëtare, që nuk kuptonte edhe prezencën e ministrit Ukrainës, rus, amerikan, e bënte sfidë në vete në kontekstin politik, kurse në atë logjistik ishte vërtet një ndërmarrje jashtëzakonshme. Ne kemi punuar më shumë se 1 vjet. Ajo çfarë ndoshta është më lehtë në krahasim me samitin që ishte sot në Tiranë, për shkak se ato të OSBE-s janë të definuara qartë. Domethënë ekziston një libër i cili përcakton detajet më të olla të organizimit, deri te ngjyrat, deri te ulset, deri te formati i ulseve, gjithçka është e parashikuar me një udhëzues të OSBE-s, për shkak se janë të vjetore dhe janë të rregullta më shumë se 50 vjet, dhe kjo na ka ndihmuar, por natyrisht për ne, përveç që ishte krenari, ishte vërtet edhe një trajnim i jashtëzakonshëm që diplomacinë ka lënë me një eksperiencë të veçantë për të ardhmen.